Kryeministri Sali Berisha ka festuar ditën e verës në qytetin e Elbasanit. Pas vizitës në Panairin Dita e Verës 2011, i qelur me rastin e kësaj feste, ku vizitoi stendat e tij dhe bashkëbisedoi me tregtarët e biznesmenët që ekspozonin produktet e tyre, Kryeministri Berisha është ndalur pikërisht në nismën e fundit të mazhorancës për amnistin fiskale. Kryeministri Berisha tha se amnistia fiskale do të gjenerojë ekonominë e Elbasanit dhe të gjithë Shqipërisë. Amnistia që ne bëjmë përbën një ndihmë shumë të madhe, jo vetëm për biznesin që e meriton plotësisht, por për vendin e tërësi, jo vetëm mobilizon miliarda euro, por shumë më e madhe është vlera e energjive të reja që çliron, entuziazmit të ri që krijon në ekonominë shqiptare. Duke u ndalur edhe në ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan, Kryeministri Berisha tha se është një ndër 3 projektet më madhore në infrastrukturën rrugore të vendit tonë. Pasi është pall fituesi i njerëz prej veprave më monumentale në historinë e shqiptarëve, vepër që bën realitet një ëndër të sotme, të djeshme, të dekadave dhe shekujve të qytetarëve të Elbasanit, autostradën Tiranë-Elbasan, e cila faktikisht i bashkon këto 2 qytete, i shtron në një treguni të vetëm. Duke u ndalur në ditën e verës, kryeministri ka sulmuar kundërshtarin e tij politik, ndërsa tha se këtë festë do ta festojë në Tiranë vitin tjetër së bashku me kryetarin e Radhës së Bashkisë, i cili sipas tij do të jetë zoti Lulzim Basha. Vitin tjetër, kryebashkiaku i ri i Tiranës dhe kryebashkiaku i ri i Elbasanit do të bëjë një agjendë të përbashkët për të festuar ditën e verës. Basha? Po kush tjetër?